Lideri i opozitës shqiptare Sali Berisha zhvilloi një takim përmbyllës të fushatës së opozitës në Vlorë. Sheshi pranë 3 racave ishte mbushur me anëtarë të Partisë Demokratike dhe partive aleate opozitare, të cilat kërkojnë që të vinë në pushtet pas 12 viteve. Në takimin e madh elektoral morën pjesë drejtues dhe ish-drejtues ndër vite të Partisë Demokratike, si dhe themelues të kësaj force politike. Mes shumë të pranishmëve ishte edhe lideri demokrat Sali Berisha. Në fjalën përshëndetëse, drejtuesi politik i Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës, Bujar Leskaj, falenderoi qytetarët e Vlorës që mirëpritën alternativën e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Në qendër të politikave tona është individi, është qytetari, është fermeri, biznesi i vogël dhe i mesëm, pensionisti, emigranti, familja vlonjate. Për ne të dashur vëllezër dhe motra, kryefjala e punës tonë në këto muaj ka qenë dhe mbetet prezantimi i programit tonë, sepse ne jemi të bindur që për 12 vite qytetarët vlonjat, banorët e qarkut Vlorë e njohin shumë mirë Sektin Rama, sepse janë përballur me monstruozitetet e qeverisjes së Edit Rama, që vetëm qeverisje nuk mund të quhet, por vetëm keq qeverisje dhe korrupsion. Sot në Vlorën tonë të dashur, mungojnë shërbimet bazike, lagjet dhe njësitë administrative të Vlorës dhe të Selenicës kanë probleme të theksuara në infrastrukturë, vuajnë mungesën e furnizimit me ujë. Sot në vitin 2025, problemet me ndriqimin, shpopullimin e tjera duke vazhduar mëtej me monumentet e korrupsionit që Rama ka ndërtuar në këto 12 vite. Shpreje e korrupsionit dhe urrëties që ai ka ndaj Vlorës së vlonjatëve, siç janë denatyrimi i sheshit të Flamurit, i sheshit të Pavarësisë në Skel, projektet grabiqare të marrjes së ujit nga Lulmi Shushica dhe burimet e Tragjasit, grabitja e portit të Vlorës, korrupsioni elitar në tunelin e Llogoras, tecet lundruese, grabitja e tokave në Bregdet, rrugët me çmim 8 fish më të larta e të tjerë. Gjatë fjalës së tij, lideri demokrat Sali Berisha theksoi nevojën për të shfrytzuar potencialet e jashtëzakonshme turistike dhe historike të Vlorës, duke denoncuar abuzimet dhe mashtrimet e qeverisë aktuale. Berisha e akuzoi Edi Ramën për degradim dhe për hapjen e gënjeshtrave. Berisha ju drejtua qytetarëve të Vlorës dhe shqiptarëve, duke i ftuar ata të qëndrojnë në anën e lirisë dhe votës së lirë. Me 11 maj ne zgjedhim midis krahut të drejtë të historisë, anës së drejtë të historisë, apo humnerës, apo boshatisjes masive të këtij kombi dhe të këtij vendi. Ne zgjedhim anën e drejtë historisë dhe besimin absolut se Vlora dhe vlonjatët në mençurinë tyre epike me 11 maj votojnë anën e drejtë të historisë kombëtare. Vlora dhe vlonjatët me 11 maj do të qëndrojnë në anën e drejtë historisë. I thret historia, sepse me 11 maj ndahen në regjimin që boshatisi më shumë se kushdo tjetër Shqipërinë. Të qëndrosh në anën e drejtë historisë do të thotë të qëndrosh në anën e vendit tënd, të dheut tënd, të kombit tënd. Dhe Vlora ka qëndruar, do qëndrojë në anën e kombit vet. Miq, çfarë kombi jemi ne sot? Çfarë kombi jemi ne sot? Sot, pasi humbem 600 sa mijë të ri në dhëna të tjera gjatë 10 viteve, Organizata e Kombeve të Bashkuara na shpall si kombin me lidhjen më të ulët në botë për shkak të migracionit. Kjo është siren, kjo është klith ndërgjegje dhe shpirt e çdo shqiptari, çdo adhetari. Kjo rruga e zhdukjes kombit. Ndaj dhe 11 maj ndan, sepse rinisim bashkë përpjekje madhe për të rikthyer kombin në rinin e tij. Një komb që s'është në rinin e tij nuk ka të ardhme. Shqiptarët janë të pavdekshëm, ka dhe do kenë të ardhmen e tyre. Sali Berisha theksoi se 11 maji do të shënojë një ngjarje të rëndësishme midis historisë së lirisë dhe dhunimit të saj, duke u bërë thirrje qytetarëve të mbështesin opozitën për të ndryshuar fatin e vendit. Berisha mbylli fjalën me thirrje përfitore, duke besuar në ndryshimin që mund të sjellë opozita për Shqipërinë dhe qytetarët e saj. Kur erdha në Vlorë që nisa lvizjen, unë para Ismail Qemalit kam bërë një betim. Jam betuar për ati se unë këtë tradhtar do t'a largoj nga Shqipëria. Do t'a çoj në Beograd. Do t'a bëj këtë
për Ismail Gjemalin, do ta bëj këtë për çdo shqiptar që ka hapur Shqipërinë, do ta bëj këtë për Vlorën, do ta bëj për Shqipërinë. Edi Rama, jenë rrethkush, nuk ke fundit pret. Edi Rama, nuk mund luash ti me fatin e Shqipërisë, nuk lën dot ti me lirinë e shqiptarëve, me ditët e tyre, me tasën e tyre, rrëf Vlora, rrëf Shqipëria,